Ne nuk kemi arsye të fshihemi, sepse nuk kemi asgjë për të fshihur. Le ta themi të rrëç, LDK-s i ka munguar solidariteti i brendshëm dhe pa këtë solidaritet brendshëm do të ngrihemi për të rënë, siç na ndodhi në vitin 2025. I shtojmë 70.000 vota, i humbim 45 misosh dhe më pas duhet të mbajmë përgjegjësi për numrin e votave që i kemi shtuar vetë. Për këtë solidaritet dykahor, pra ku nuk merret përgjegjësia e pozita për të pritur rënien e zënë rend, por për të ngritur partinë me betejë sinqert, nuk do të na shohin as të gatshëm, edhe më pak si idealist. Po, demokracia e ka fjalën e lirë dhe pa të ajo nuk ekziston. Por demokracia ka edhe një shtyllë tjetër, pashterpsore, shumicën. Pa të fjala mbetet zhurmë dhe liria kthehet në paralizë. Vendimi i shumicës nuk e shuan mendimin ndryshe, por e mbyll procesin një herë mirë. Dhe pas mbylljes së procesit, demokracia kërkon diçka tjetër, rreshtim, jo nënshtrim, por angazhim, jo heshtje, por kontribut. Kjo është prova e vërtet e demokracisë. Ju shikoj drejt në sy e t'ju them se po, përgjithësia është e imja, sepse e ndjej të domosdoshme. Sepse kam besuar gjithmonë se njeriu nuk matet kur gjithçka shkëmbet, ta kuptoni, LDK nuk është për mua thjesht një strukturë e zakonshme politike. Solli këtu nuk erdhi nga një gabim i vetëm, as nga një natë e vetme, as nga një vendim i vetëm. Pa zbukurime, pa iluzione, prandaj më lejoni të jap shpjegimin e tregimin tim dhe për rrugën përpara. Jo si një analizë të ftohtë politike, por si një rrëfim këtu lejohet këtu. Realiteti i parë dhe më rëndësishmi që duhet ta pranojmë në tërësi. A shohim këtë gjendje si mundësi gare e hyrje, jo betejë me ulërima, por betejë morale, politike dhe shtetare. Nuk ka jetuar nga shpifja. LDK ka njerëz, ka program, ka dije. Gjitha elementet e mira, pse nuk i mbrojmë, promovojmë këto elemente? Ka shpërdorur si fik. Ne nuk kemi arsye të fshihemi, sepse nuk kemi asgjë për të fshihur. Le ta themi të rrëç, LDK-s i ka munguar votave që i kemi shtuar vetë. Për këtë solidaritet dykahor,